Gashi fiton një mandat tjetër në portin e ligjvënësit të qarkut Westchester. Vetë Gashi demokrat nga Yorktown dhe kryetari aktual i portit të ligjvënësve të qarkut Westchester ka siguruar një mandat të ri duke mposhtur kundërshtarin republikan Kevin O'Keefe nga Somers. Gashi fitoi me 6.349 vota kundrejt 4.707 të O'Keefe sipas rezultateve zyrtare të zgjedhjeve. Në një prononcim në Yorktown News, Gashi tha se ndihet i emocionuar për fitoren duke theksuar se fushata e tij u bazua tek puna tek shërbimi ndaj gjithë komunitetit. Ky është një distrikt ku 61% e votuesve nuk janë demokrat, po ne fituam sepse u drejtuam të gjithëve me ndeshmëri dhe rezultate, tha ai. Lindur në Kosovë, Gashi emigroi në Shtetet Bashkuara si fëmijë për të shpërtuar regjimit komunist. Familja e tij u vendos në Yorktown, ku përfundoi shkollën e mesme pas studiuar në Kolegjin e Connecticut në shkollën e drejtësisë në Seton Hall. Ai ka bërë praktik pranë gjyqtares së ardhshme, gjykatës supreme Sonia Sotomayor dhe kongresmenit Lee Hamilton. Pas studimeve, Gashi u kthye përkohësisht në Kosovë sapo varur për të ndihmuar në reformat ligjore.